Apo ju kujtohet që kjo storje me 25 shkurt? Nuk është hera port, unë një javë, 2 javë, jave të kësosën kurra burë, pa dilen rest e rrugën. Kjo turposh për Kosovën, turposh. Ku na kena bon ndeshje që të rrugën shtu që? 3 kjera na kanë bon ndeshje që të rrugën, morëm jorë. Për herë të parë këto reportazhin e parë ku mbo me 5 janar, që kësëre që ka ndodhë? Qëre, mropa, qëre që ndodhe? Shumë gjendje kritike jena, këtë fshoti. Shka me bo nuk po digna as vetë. Në atën kush ka me në migrat 30 në orë, shtë në letë. Me ka 4-50 tu, gjuhët në rejkë më njerë. Këre herën e fundit tash, kur folja me përgjithësin nga Departamenti i Infrastrukturës në kuadër të Ministrisë Infrastrukturës, këqëre një që ka na tha? Me intervenu, më varet për prokurimit, une procedurën e prokurimit e kom të gashme me inicu qysh sot. Edhe do të kërkoj për tyne që me inicu procedurën me procedurat negociume që mrena 10 dite kur ta inicoj mu nërshu kontrata dhe me dalë kompania me punu. Do me thonë, ka thonë, mrena 10 dite kom inicu procedurat e prokurimit publike edhe eventualisht kanë me dalë me punu. Në erdhëm këto 2 javë ma vonë, qërë një gjendja vazhdon me qenë e njëjtë. Këto normalisht është përketësu, veç është bo ma keq, përveç tyne sinjalistika nuk ka logjistik në teren, nuk ka njerës që po punojnë këto, nuk ka kompani të kontraktume që është të punu në rehabilitimin edhe sanimin e këtij segmenti rrugor. Vazhdojnë veturat me kalu kënej me u rreziku. Hajde tashti e thirrëm për Gjosmanajn nga Departamenti i Infrastrukturës rrugore të këshirëm çka ka me na thonë. Brenda 10 dite ka thonë që ka me inicu procedurat e prokurimit edhe ka me dollë këto kompania kontraktuse me fillu punën. Na sot dit jena 2 javë ma vonë edhe gjendja është e njëjtë. Hej, ndërkohë deri sa të hen lidhje mos harroni keq të operimet e mia në terren i mundson Posta Easy, super customer service edhe super delivery edhe shpejtësi në dërgesa. Në 2 është Delta Group. Rjeti i pompave me 21 pika në krejt Kosovën, top kualitet derivatet. S'po përgjigjet.